Mirë të nderuar teleshikues, ne rikthehemi sërish në studio në këtë transmetim të drejt për drejt këtu në ekranin e televizionit Fox News. Tashmë jemi zhvendosur në këndin e të ftuarit të ditës dhe për gjatë minutave në vijim do të ndalemi dhe do të diskutojmë për disa nga zhvillimet kryesore të cilat lidhen me të gjitha zhvillimet të cilat vijnë nga bota, por jo vetëm, do të ndalemi kryesisht edhe tek rajoni. Do të nisim me atë se çfarë duke ndodhur aktualisht pas krisjes së marrëdhënieve mes miliarderit Elon Musk dhe personit më të fuqishëm politikisht në botë momentalisht, presidentit amerikan Donald Trump, e nisën si njerëzit më të ngushtë, si njeriu më besnik, dhe për shkak të besnikërisë së tij Trump i besoi një sër poste të rëndësishme në administratën e presidencës tij, por pati një krisje dhe një përkeqësim të marrëdhënieve që ka shkaktuar edhe një reagim shumë të madh me sulme të drejtë për drejta nga të dy anët. Do të ndalemi patjetër te ajo se çfarë është duke ndodhur me luftën e Izraelit dhe fuqinë bërthamore të tij. Do të ndalemi tek lufta ndërmjet Rusisë dhe Ukrainës. Zelenski shpreson që të arrihet një armpushim dhe një paqe midis dy vendeve dhe në fund të kësaj hapësire do të ndalemi tek rajoni për të diskutuar sagën dhe atë se çfarë është duke ndodhur me konstituimin e kuvendit i cili ka dështuar për herën e 29. Me mua në studio është të bashkuar miku joni i hapësirave informative, Spartak Topollaj, diplomat. Mirë se keni ardhur. Mirë se u gjeta. E nisim pak me Trump Musk, ne kemi qenë në studio, kemi diskutuar shpeshher fushatën presidenciale të zotit Trump. Musk ka qenë ndër financuesit e tij kryesor për gjatë gjithë fushatës dhe jo vetëm përse në këto momente dy njerëzit më të ngushtë, ashtu siç e theksova, po kthehen në një farë mënyre në armiq duke sulmuar njëri tjetrin nga dita në ditë. E konsiderova një gjetje të mençur të Trumpit aleancën me njeriu më të pasur të botës. Pra, njeriu më i fuqishëm i botës, në kuptimin politik të fjalës, bëri mikun e tij më të ngushtë, njeriu më të pasur të botës, i cili, sipas gjitha rregullave natyrisht, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës deklarohen sponsorizimet, kontributet për partitë politike, sidomos në rastet e fushatave elektorale, Elon Musk. Dhe ishte një dyshe shumë interesante. Nuk pata asnjë dyshim se kjo aleancë do të prishej kaq shpejt. Flas gjithmonë për ditët e para. Po çdo ditë që kalonte, po shikoja një mani të Elon Muskut për protagonizëm. Bënte ezibicionistin, që donte të binte në sy. Bëre edhe disa gjëra që ne do t'i pranojmë që ana njerëzore ekziston dhe të politikanët më të fuqishëm dhe kryetarët e shteteve, kryeministra, edhe të tjerë. Po tani që të marrësh ti fëmin e vogël në zyrën ovale, edhe fëmia që është i pafajshëm për asgjë dhe për ato që thotë që mund t'i ketë të dëgjuara në shtëpi, kjo sikur nuk shkon. Edhe filloi të më lërë një shije jo të mirë ky deliri i protagonizmit. Tani ti je njeriu më i pasur në botë dhe s'e ke nevojën kërkujt. Trumpi u tregua gjeneroz dhe i dha dhe funksion të lartë shtetëror. Nuk ishte pak ajo që mori. Shtodhe faktin që ka rreth 400 miliard dollar pasuri. Kështu që mendoj se i pari që gaboj nuk ishte Trumpi. Se Trumpi mund të ketë një ide lidhur edhe me taksat, me tatimet, me doganat. I kanë presidentët to, sepse ata kanë një numër të madh këshilltarësh. Herë dëgjon njërin, herë dëgjon tjetrin, herë i pëlqen një mendim, herë një mendim, po ama ai nuk do shumë mendime se sa do pak vendime. Ai merr vendimin edhe mbaroi. Edhe Musku duhet të bindej për këtë, nuk është koha. Aq më tepër që vetë Musk e ka këshilluar për një sër vendimesh dhe ligjesh të cilat vetë Trump i ka firmosur. Ai Musku nuk e mori nga fusha e sportit, as nga e artit,
Aja mori nga fusha më e pasër e biznesit. Njeriu më i pasur i botës, o i dia i gjërat o s'ka. Pra, ata që patën për të konsumuar, si pas optikës time, ata e konsumuan me njëri tjetrin. Tani të dalësh kështu kam përshtypjen se doli mbi ujë deliri i tij i protagonizmit. Ai mendon që meqense jam njeriu më i pasur në botë, duhet dalë dhe më i mençuri në botë edhe më i fuqishëm në botë. Por nuk funksionon kështu. Është ndryshe sistemi amerikan, është ndryshe kushtetuta amerikane i jep presidentit fuqi absolute. Është komandant i përgjithshëm i ushtrisë, i gardës kombëtare, është kryeshefi i shërbimeve sekrete, i diplomacisë. Pra, e thënë sipas një fjale që ka thënë poliagenti Mehmet Shehu për Enver Hoxhën, është kryetari të gjithë presidiumeve. Tashi do ta pranojmë, kështu është Amerika. Nuk është ndryshe. Dhe në këto rrethana, unë mendoj që gaboj Elon Musk. Po, duke patur parasysh këtë marrëdhënien që nisi tepër interesante ndërmjet Trumpit dhe Muskut, a biem dakord në një fakt që dy njerëz kaq të pushtetshëm në fushat e tyre nuk mund të bëhen dot njësh? Jo, kështu kam tjetër mendim. Pse? Historia ka treguar që dy njerëz shumë të pushtetshëm kanë ecur paralelisht me njëri tjetrin dhe kanë nisur mirë dhe e kanë mbyllur mirë. Dhe shembujt janë pafund. Unë e shpresoja këtë. Ka akoma një fije shprese. Që mund të kemi një regulator në marrëdhënie ndërmjet Trump dhe Musk? Sepse si duket Musku i penduar për nxitimin e tij, ka dhënë një dy herë këto ditë shenja të një tërheqjeje. Por Trumpi është pak si kokfort, edhe është dhe president, edhe me sa duket deri tani. Por fakti që nuk po e zgjat edhe Trumpi etiketimin me pejorativ të Muskut, besoj se do të shkoj edhe në një pajtim. Se nuk është një gjë e madhe, e thash kështu, e thash kështu. Po mirë, kështu e mendova, kështu e thash. Musk ishte personi që përmendi një dosje në ngarkim të presidentit Trump. Po, për Epsteinin, rastin Epstein, i cili ka vrarë veten, dihet. Për u i akuzuar për pedofili, për Dhe madje ka publikuar edhe pamje të Trumpit me Epsteinin. Kjo nuk është e ndershme. Pse? Të flasim tash për sëritë, kthehemi që ka të drejtë Trumpi. Ti nëse i pas ke ditur këto, ti pse e sponsorizove Trumpin? E kishe Kamala Harrisin, e kishe edhe Bidenin më përpara, i sponsorizoje ato. Tani sot mos Trump ka qenë objektivi i Muskut, që Musk të përmbushte dëshirat dhe atë se çfarë donte vetë Musk për Amerikën? Kjo është vështirë të thuhet kaq shpejt, Albi, se nuk më pëlqen të bëj kompetentin në gjëra që dim kaq pak. E kupton ti që informacioni jonë është relativisht i kufizuar, çka ka thënë ky, çka ka thënë ai, po nga brenda vlojnë disa kusi, ku ka vezë që po zihen, ku ka mish qëngji, ku ka mish viçi, e tjera. Se do gatuan ato gjatë javëve, muajve e viteve. Janë 4 vjetë që ai tani me 20 janari ka fillu investiturën e tij. Është ende herët. Të dytë, shumë herët. Prandaj dhe nuk dihet se si do të shkojë si president. Nuk duhet të përgojoj askënd, secili e di vet, as më merr leje mua që jap, se i shoh analistët që japin mendime jo për kështu. Do thosh ti mos bëj analistin kur si jep mendim. Unë e jap mendimin dhe mendimi im është ky. Është shpejt për të gjykuar. Shiko, ju keni më shumë se diçka më shumë se të qenurit analist. Ju keni mbajtur vetë mbi shpatulla një pozicionet të diplomatit dhe i dini shumë mirë se si funksionojnë marrëdhëniet ndërmjet liderëve dhe marrëdhëniet ndërmjet shteteve. Bëj kujdes të mos shfaqem para kohe dhe të dalë, e thënë thjesht fare, të dalë bluff. Të thot dikush tjetër, ja futi kota i si doli fjala. Se është një rast, ndose do lejosh 30 sekonda, isha te CNN-i, në mos gabojmë, edhe më thanë ata pak si të mërzitur se unë i kritikova gazetarët pro Rama, haptas pro Rama. Thash, nuk më pëlqen, gazetarët duhet jenë, prandaj është gazetaria, investigative, e pa anshme, etj. Tha, po se lidhur tha me sondazhet, ju na thatë që sondazhet nuk
I besoj. Po, thashe përsëris. Po ja, e si doli tha që fitoj Rama? Po, thash. Doli që fitoj Rama, po nuk doli si thanë sondazhet. Sondazhet e hepshin 2-3% Rama. Rama na doli 20-30%, mos dilte edhe 100% më tepër. Pra edhe sondazhet janë të pabesueshme. E qartë. Mirë, ndalemi në një tjetër çështje diskutimi, flasim pak për Rusi, Ukrainë, pavarësisht përpjekjeve dhe negociatave të shumta që janë duke u kryer në Turqi, se i rekon kësaj çështje, vijojnë shkëmbimet e zjarrit, feri po përjetohet në Ukrainë dhe jo vetëm, Rusia me raketat e saj, të cilat nuk i ndalon për asnjë moment, edhe kur duket në ato ditët që të cilat duken të qeta, por darka tregon ndryshe. Zelenski thotë se do të vazhdoj përpjekjet për këmbimin e të burgosurve me Moskën, megjithëse ka shprehur dyshime se mbase mund të ketë sukses. Është një luftë agresive e nisur nga Rusia dhe vazhduar po me atë ashpërsi, po me atë likësi ndaj popullit dhe shtetit Ukrainës. Dhe mos harro se vetëm para 35 vitesh ishin bashkë. Ukraina ishte një nga republikat socialiste të Bashkimit të Republikave Socialiste Sovjetike, mos them që ishte edhe më e madhja në sipërfaqe e tjera. Kështu që ata ishin një shtet federativ dhe popujt jetonin bashkë në mirë kuptim. Stalini ndoqi një politikë shumë djallëzore, politikën elitarit jashtë varrit. Ta sqaroj pak sekonda. Duke i rusifikuar nga pak republikat, u ahodhi dozën e helmit ose u ala bombën të pashpërthyer brenda. Pra e çoi herë me dhunë, herë me dëshirë, miliona rusë në të gjitha republikat. Dhe sot ato e vuajnë. Mos filloj me historinë e Çeçenisë, me luftat Abkazia e tjera, Armenia me Gjeorgjin, pra me Azerbajxhanin, të gjitha kanë një motiv, rusifikimin e sforcuar që Stalini nisi dhe vazhduan edhe të tjerët. Tani këto u krijuan shtetën vete, republikën vete. Çfarë do Putini? Çfarë i mungon? Mos i mungon sipërfaqe, shtetit më të madh të botës, 17.2 milion kilometër katror, 2 fish i Amerikës dhe 2 fish i Kanadas. Mos i mungojnë gjë pasurit pafund që ka, nën toksore e mbi toksore. Mos i mungojnë fushat, malet, kodrat, lumenjt, detet, atëhere i mungon vetëm ideja e çmendur për të sunduar botën në pozicionin e krye sultanit, krye sunduesit botëror. Dhe këtë ai do ta bëj, e ka nxitur më përpara, e nxit edhe tani, e zhvillon edhe tani, kaluan 3 vite, janë vrarë mira se nuk mund të gënjejmë ta japim numrin e saktë, se edhe vetë ata, si Rusit, si Ukrainës, nuk mund të thonë të saktë. Janë mira njerëz të zhdukur që nuk dihet, edhe mund të jenë gjallë diku të fshehura, të strehuara, s'komunikojnë dot as me familjet e tyre. Në këto rrethana unë mendoj që fajtori absolutisht kryesor, mos them i vetmi fajtor për luftën, është Vladimir Vladimirovich Putin. Ndërsa Zelenski, që e morën si aktor komik, u zgjodh president, ka treguar dinjitet dhe seriozitet. Dhe po qëndron, bravo i qoftë, ti qëndrosh asaj fuqie të madhe ushtarake të armatës ruse, ose ish armata e kuqe, ai është treguar për mendimin tim, jo vetëm hero, por edhe një udhëheqës jashtëzakonisht i Zotit. Këtu tani, fjala e fundit që duhet të them është kjo. Administrata teknoburokratike e Kremlinit dhe autokratike deri në diktatoriale e Putinit ka propagandë super të fuqishme, ka edhe aleat. Këto shtetet anti-amerikane, kuptohet, dhe anti-europiane janë aleat të Rusisë dhe nuk po lën gur pa lëvizur për të paraqitur edhe Ukrainën fajtore. Gjë që s'është as pak e vërtet. Unë i mshoj me forcë idesë
se në ka të pafajshëm në këtë rast janë ukrainësit. Putini u mburr për 3 ditë, për 3 javë, për 3 muaj. Kaluan 3 vite, kemi hyrë vitin e 4, dhe ai me gjithë shtimin e forcave ushtarake, sidomos. Po, as se keni menduar ndonjëherë, zoti Topollaj, që mbas se ka qenë vetë dëshira e Putinit për ta zvaritur dhe për ta bërë më të përgjakshme dhe më mitike këtë betejë, këtë luftë, pasi ne i dim shumë mirë kapacitetet e Rusisë, ato të Ukrainës, nëse do të kishim një sulm me kapacitet të plotë, mbas se sot Ukraina do të ishte në duart e Putinit. Jo, këtë nuk e mendoj. Nuk është nga këta. Vërtet ka qenë pjesë e shërbimeve inteligjente e KGB sovjetike, Komitet Государственной безопасности, shërbimi sekret sovjetik, por nuk është kaq i mençur Putini që ti mendoj deri në detaje kaq të hollësishme. Po mbas janë të mençur ata që ka nga pas. Më fal. Po nga pas ka një Peshkov me mustaqe, ka një Medvedev kukull që herë bën president, herë kryeminist, herë heq, herë vë, tash e ka lënë si kryekëshilltar atje. Ka dhe Lavrovin, një Fernandeli vërtet, që është tragjik dhe as pak komik, edhe të tjerë që kanë deri te zëdhënsja e Ministrisë Jashtme Zakharova. Nuk shuhen ata për një gjë të madhe, nuk është se kanë bërë një gjë. Ata vetëm i bëjnë fresk Putinit dhe mundohen ta justifikojnë dhe ta motivojnë luftën dhe agresionin rus në Ukrainë. Unë mendoj që ai ka një shovenizëm slavomath, rusomath. Ai do të jetë njëshi i botës, por nuk mbërrin dot. Shikoti sa e ka GDP-n Rusia, Federata Ruse, krahasohet me Amerikën, po edhe me Kinën po desh. Është shumë poshtë. Ajo ka pasuri, por nuk ka shtetar të vërtet. Dhe Rusia e bllokuar shpeshherë edhe nga embargoja, edhe nga sanksionet, nuk ka një të ardhme. Unë mendoj që gaboj pak Trumpi, e zbuti pak kushtet, se në kohën e Bidenit kur nisi, edhe ai mund ta çonte deri në fund, se rusët gati u dorëzuan në Ukrainë. E panë që nuk po e marrin dot, doli e vërteta që ata s'mund ta pushtojnë Ukrainën as për 3 ditë, as për 3 javë, për 3 muaj dhe për 3 vjet. Por Putini si duket do të ruajë ca ekuilibra dhe bëri një lloj tërheqje edhe me Zelenski, nëse nuk ishte loja ajo skena në zyrën e Vale, aty pranë Xhakut, mendoj që gaboj. Nuk ishte nevoja ta bënte, tash Zelenski duhet i thoshte faleminderit që po i bën ballë ti, jemi rahat në këtej përtej oqeanit, po i heq ti kusurin dhe po i paguan ti faturat e Rusisë. Kështu që në këto rrethana mendoj që lufta e Ukrainës është heroike, meriton përkrahje, habitëm se si qeveria jonë nuk paraflet asnjë fjalë kundër agresorit rus, ashtu si nuk është se i bën një përkrahje të madhe edhe një 2 herë që është takuar Zelenski me elozhe ndaj shqiptarëve dhe ndaj qëndrimit të Shqipërisë, sepse shqiptarët kuptohet që janë me Ukrainën në këtë rast. Ndalemi pak, flasim për një tjetër front lufte, zoti Topollaj, një tjetër çështje po kaq shumë e diskutuar edhe në studion tonë ndërmjet ne të dysh, flasim pak për Izrael, Palestinë. Së fundmi është duke u folur shumë për fuqinë bërthamore dhe ushtarake të Izraelit, por edhe atë se çfarë është duke ndodhur në luftën që Izraeli është duke zhvilluar ndaj Palestinës dhe për hir të së vërtetës, tashmë këto 2 ditët e fundit, kam parë shumë se rekon luftës që po zhvillohet aty dhe në rrjete qarkullojnë video të ndryshme makabre të goditjes së civilëve të pafajshëm, të cilët me bukë në duar apo qoftë edhe me ndihmë goditen me bomba dhe raketa dhe është e dhimbshme për mënyrën se si trajtohet e gjithë kjo çështje nga ndërkombëtarët të cilët vendosen krah të Izraelit, pa dashur të bëjmë avokatin e askujt. Marr pak
opinionin tënd se rekon kësaj çështje për 5 minutat e ardhshme dhe në 5 minutat e fundit ndalen pak në rajon. Skenat që po shikojmë janë në kufit e llahtarisë. Të shikosh se si vriten fëmijë për të mbushur një kusi me supë ose me makarona. Të shikosh se si vdesin për ujë nga etja. Të shikosh ato skena të tmerrshme të Gazës që duket sikur atje ka rënë bomba atomike edhe jo në Hiroshima dhe Nagasaki, mendoj që duhet të mençurit e kësaj bote, politikanët e mëdhenj, ata që kanë autoritet të padiskutueshëm, duhet të ndalen. Izraeli ka të drejtën e tij, patjetër. Patjetër, Të absolutisht. ekzistencës. Se mezi arriti mbas 2000 vjetësh ta krijojë shtetin e tij. Dhe unë jam për atë që duhet ketë një shtet izraelit, pa diskutim dhe një shtet të fortë, sepse dhe izraelitët paguan një kosto të jashtëzakonshme me mbi 6 milion viktima nga hitlerianët gjatë luftës së dytë botërore. Dhe u bë shumë mirë që u krijua. Por arabët nuk duan ta pranojnë dhe janë zhvilluar rreth 5 luftra të mëdha në këto 75 më tepër vjet që nga 48-a kur dhe u krijua shteti i Izraelit. Mirë po tash Izraeli në atë euforinë e fuqisë së tij, sepse shkenca dhe teknologjia në Izrael, ndihmuar nga Perëndimi dhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ka arritur maja, ata janë gati zotrues të armëve bërthamore, akoma nuk futet zyrtarisht tek shtetet që klasifikohen si shtete me fuqi nukleare, por ata janë shumë afër, ashtu siç është edhe Irani, që është kundërshtar i rrept i Izraelit dhe nxitës i të gjithë versioneve që nga Hezbollahu, Hamasi e me radhë. Tani ndodhi ngjarja e 7 tetorit 2023. U rrëmbye 1250 pengje. U vran mbi 1000 të tjerë. Dhe pritet një hakmarrje e Izraelit. Por hakmarrja midis shteteve dhe midis popujve mirë është mos ekzistoj, por kur ekziston duhet jetë proporcionale. Unë mendoj që Izraeli e ka tejkaluar me vrasjen e fëmijëve. Kur shikoja skenën e doktoreshës së famshme që i vran 9 nga 10 fëmijët e saj, ndërkohë që ajo vetë po shpëtonte jetë në spital, në spitalin Al Nasser. Dhe nuk ka justifikim të vrasësh 9 fëmijë të një familje. Më bënte përshtypje një deklarat e një zonjë nga Izraeli që ka qenë disa herë në disa emisione televizive këtu në Shqipëri dhe fliste për vrasjen e fëmijëve, nuk e di nëse e keni parë, por fliste për vrasjen e fëmijëve sikur të ishin sikur mos ishin qenie njerëzore, por sikur të ishin insekte të cilat nuk i nevojiten këtij njerëzimi. Deri këtu arrin kjo çmenduri e madhe sa të flasësh për vrasjen e fëmijëve dhe të kërkosh akoma më shumë vrasje fëmijësh? E thash i nderuar Albi. Disproporcionaliteti është më së i dukshëm dhe është i dënueshëm. Jo këtu, jo kaq. Jo me fëmijë, jo me të pafajshëm. Me ushtri, me terroristët e Hamasit asnjë mëshirë, se dhe ata s'kan pasur mëshirë. Edhe ata vran pengje. Jo më larg se dje e vran një peng. Se di, a e di. Po. E zbuluan këta kush, vajtën që ta lironin, ata e vran. Se këtë kusht kanë atë, nëse vini te tunelet ku janë pengjet, mos na kërkoni llogarinë ne i vrasim. Po çfarë po të bën ai është peng? Ja erdhën e shpëtuan mirë. U vra i fundit dje, apo dje. Mos gaboj, më duket dje. Kështu që unë nuk mund të jem dakord. Netanyahu e ka tejkaluar dhe ky fakt vërteton që kanë të drejtë edhe shumë nga fuqitë perëndimore të Europës që e kanë ngritur, e kanë trashur zërin kundër, sidomos kundër Netanyahu dhe politikës së tij. Nuk tolerohet deri në këto përmasa. Është gjenocid i vërtet. Nuk duhet ndodhte kurrë. Aq më tepër nga izraelitët. Çfarë do thoja unë, se genocid. Po genocidi
ka dhe kuptimin e shfarosjes, se të bësh gjenocid do të thotë krime dhe masakra, pogrome të mëdha, nga të cilat numri i atyre që shpëtojnë është i vogël ose as pak. Kam 3 minutat e fundit, dua ti shfrytëzoj pak për të folur për atë se çfarë është duke ndodhur në Kosovë. Hera 29 dështon konstituimi i Kuvendit Kosovës për përbërjen e re parlamentare të dalë nga zgjedhjet e 9 shkurtit, më shumë se 4 muaj pa qeveri, pa institucione të reja, zvaritet kjo çështje, seanca të cilat nuk i kalojnë 5 minuta. Me çfarë kemi të bëjmë? Ndërkohë që zonja Osmani ka paralajmëruar dhe ka caktuar edhe datën e zgjedhjeve lokale. Po, para se të them këtë, një detaj shumë të vogël, 30 sekonda për temën që sapo e mbyllëm, e cila më kaloi. Izraeli i ka vrarë shumicën dërmuese të liderëve të Hamasit. Fillon nga i pari, sheiku Ahmad Yasin, dhe me radhë Ismail Haniyeh, dhe sfundi vrau edhe 2 vëllezërit Sinuar. Në fillim Muhammad Sinuarin dhe tani para një jave edhe Yahya Sinuarin. Dhe i vetmi lider i Hamasit, palestines pra, që ka mbetur është Khaled Meshal, i cili nuk ndihet dhe nuk po dihet se ku është. Si duket, ai e di mirë që shërbimi sekret Izraelit, Mossadi, e përgjon e ndjek dhe do dhe atë ta vrasë. Në këto rrethana që Hamasi është pa udhëheqje, ashtu siç është dhe Xhihadi Islamik dhe Hezbollahu i Iranit, lideri i cilës Hasan Nasrallah dhe liderit e tjerë gjithashtu janë vrarë, e bëjnë Izraelin më agresiv, duke qenë se ata janë pa udhëheqje, por jo të jetë agresiv deri në atë që thamë pra në vrasjen e fëmijëve. Duhet ndalet vrasja e fëmijëve dhe gjenocidi duhet ndalet. Tani, lidhur me Kosovën, që është patjetër një temë shumë e rëndësishme, në mos më e rëndësishme që ne kemi, sepse bëhet fjalë për gjysmën e kombit ton. Po. Dhe për një shtet që vetëm formalisht mund të quhet shtet më vetej, se tash ne një shtet jemi, kufirin më duket nuk kontrollojnë fare, rrugët janë bërë, shkojnë e vinë njerëzit edhe shqiptar ata shqiptar ne, të pa diskutueshëm, por le ta pranojmë de jure këtë ekzistencën e 2 shteteve, sepse de facto u duk edhe në stadium. Jemi një. E pebes, se unë isha vetë në stadium, se s'mund të unë kam qenë në Beograd, jo s'po isha në Tiranë, me 14 tetor të 2014-ës. E pesë se si reagoi gjithë rinia në flak, kundër politikës serbe, jo kundër popullit serb, kundër politikës, çmendurisë së Vučićit. Tani në Kosovë nuk arri ta kuptoj se si nuk i thresin mendjes liderët. Unë anoj nga kryeministri Albin Kurti, e vlerësoj për atë çka ka bërë, jo vetëm se ka vuajtur burgjet e Serbisë e tjerë, por u tregua dinjitos dhe në fundit populli i dha votë 2 herë. Po çfarë shkakton gjithë këtë përplasje tashmë? Tani ngre krye kjo tradita jonë shqiptare që qefi shqiptarit sa bazam një pushkre një punë të re, të parë që e prishim jemi ne, thot Fishta. Tashi, ti e kupton, në çprizëm e ka thënë i madhi Gjergj Fishta, së gjeni. Por, ama është një e vërtet. Por rria formoi tashi konstituo kuvendin e formoi qeverin dhe prisi aleancën patjetër me LDK-n, pasardhësit e Rugovës, njerëz intelektual të mençur, ata duhet të ribën një thirrje mendjes tyre dhe të thonë opozita le të vazhdoj, këta të PDK-s, ishu ÇK-ja, po edhe Ramush Haradinaj, si të doj, por të paktën LDK-ja me vetë vendosjen, mendoj se ka ardhur dita tash mos ta bëjnë qesharake, 29 herë, kushdo që e digjon dhe e merr vesh këtë lajm vë duar të kokë. Si më 29 herë dhe nuk e zgjedhin? Do thuash ti pse i ka rënë mendja Albulena Haxhiu të jetë kryetare. Por ata kanë vendosur kjo. Tash i gjeti një arsye pse s'duhet jetë. Dhe duhet bëhet koalicioni. Të formohet 61 si numër i deputetëve, bashkë me ato të pakicës serbe,
se duhem apo s'duhem ne janë një 5%, afërsisht 5%, se tamam s'janë ato 5%, po thuhet që janë 5, po e pranojmë dhe 5, me 95, kanë dhe ato ca deputet, edhe të formohet qeveria, të mos vonohet heci përpara ekonomia e zhvillimi i Kosovës dhe njohjet, se deri tani këtu është shumë fajtore dhe diplomacia shqiptare, do ta pranojmë, edhe qeveria shqiptare. Po thuaj se s'ka bërë asgjë për njohjet e Kosovës, sidomos në vendet e Afrikës dhe të Azisë. Po të punonte diplomacia, 12 shtete arabe e njohën sa ishim ne në Egjipt. E pari Egjipti, edhe 12 shtete arabe e njohën nga Liga Arabe. Qa bën Ministria jonë e Jashtme? Qa bëjnë ambasadorët që janë harruar, kanë nga 12 vjetë? Sa ka Rama në pushtet? Ata tundin qelsat, jo se kanë qelsa, se kanë përshqypë se dhe qelsa s'kanë, se s'ka qëtju vjedhi kurkush, janë trokë. Kjo është e vërteta. Dhe nuk ndihet kurkush që të thotë, ore, a jeni në vete, qa po bëni më për Kosovë, për njohjet? Shkon Igli Hasani në Gjipro. Rezultati? Dhe në Greqi. Po, mos është kjo në fund të ditës se çfarë kërkon politika në Kosovë. Gjëja më interesante ishte që pas ka pranuar që e ka nënën greke, minoritare. Shumë më nuk ka ndonjë faj nëna e Igli Hasanit, mund të jetë greke, mund të jetë kineze. S'paragjykoj asnjë. Po kjo që nga shumë interesante, nuk i thanë atë mërti ministër i jashtëm i Shqipërisë. Sa shtete ke mbushur mendjen e tyre të njohin Kosovën, gjysmën e kombit të? Se si është kjo? Ne na njohin, nuk njohin gjysmën tjetër të kombit. Unë ngrija gjithmonë në gjithë takimet me personalitete, kemi pasur rastin dhe fatin edhe nderin që të punojmë. Dhe u ju thosha këtë gjë, mora si ka mundësi, ne na njihni, bravo, faleminderit shumë. Po këta janë gjysma e kombit tonë, pse këta? Jo, po se kështu se fillojnë këto kinezrit, diplomacia duhet tundet. Por ama kryesorja është, të merren vesh vetë njëra ta. Me presidente. A do merren vesh? Pa tjetër do merren, po pse zgjasin, kjo nuk shkon. Ato e dinë që do të ketë një fund, edhe lufta, Albi. Edhe këto lufta që po flasim ne, jo në Ukrainë e Rusi, jo në Izrael e Palestinë, e Iran e Dreqi, Tahaj. Të gjitha kanë një fund luftrat. Ka fund lufta e parë botërore, lufta e dytë botërore. Puna është paguhet me kosto të jashtëzakonshme, me jetë miliona njerëzish. Prandaj s'duhet edhe kjo politik, merruni vesh, zgjidheni atë që propozon ai që ka më shumë vota, që ka gati 50 vota, Albin Kurti, vetëvendosja, zgjidheni këtë, edhe pastaj çka keni vërejtje thojeni. 1, 2, 3, 4, siç ja themi ne Elisa Spiropali tu, apo Lindita Nikollës, Anamik Dokës, kush tjetër aty. Falenderit shumë që ishe sot në Fox News. Si gjithmonë kënaqësi. Edhe unë ju falenderoj edhe për intervistën, edhe për mendimet, pa pretenduar se këto që them unë janë kështu si është analizë me saktë ndër të gjitha që bëhen. Për këtë jam i bindur. Ka shumë të tjerë edhe më të aftë, më të zotë, unë i nderoj dhe respektoj dhe letjen dhe nga krahu i majt, por e vërteta është që disa gjëra duhen thënë siç janë. Patjetër. Faleminderit. Publicitet, kthehemi pas pak.